Agjencia e mbikëqyrjes policore në Elbasan ka ekzekutuar masat e sigurisë ndaj 6 punonjësve dhe 1 qytetari. Efektivet janë dëshkuar pasi hetimin në kuadër të operacionit Lastbit përcaktoi se kanë shfrytëzuar funksionin dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë organizuar baste sportive. 2 efektivet dhe 1 qytetar janë vendosur nën arrest shtëpie nën komisari Redon Tafilaku me detyrë specialist për krimet pranë stacionit të policisë Manës në komisariatin e policisë Durrës. Inspektor Enea Kaplani me detyrë ndihmës specialist, kontrollor pranë stacionit të policisë kufitare Morin në drejtorinë vendore të kufirit dhe migracionit Kukës. Qytetari Ilir Tafa, banues në Tiranë, masat për ndalim dalje jashtë shtetit, detyrim paraqitje në policinë gjyqësore kanë vendosur për 4 punonjës. Komisar Denis Sinani, me detyrë shefi seksionit për hetimet e krimeve në volum në komisariatin e policisë Devol, nën komisor Aldi Molla, me detyrë përgjegjës turni pranë stacionit të policisë kufitare Morin në drejtorinë vendore të kufirit dhe migracionit Kukës. Inspektor Gezim Beqiraj me detyrë ndihmës specialist, kontrollor pranë stacionit të policisë kufitare Morin në drejtorinë vendore të kufirit dhe migracionit Kukës. Një inspektor me detyrë trup shërbimi operacional pranë seksionit special të ndërhyrjes taktike në njësinë speciale Renea. Gjithashtu, u sekuestruan 7 telefona celular, të cilët dyshohet të jenë përdorur për kryen e aktivitetit kriminal. Nga hetimet e kryera në kuadër të një procedimi penal të vitit 2025, rezulton të ketë dyshuarit kanë shfrytzuar atributet e funksionit dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë organizuar dhe favorizuar ushtrimin e lojrave të fatit dhe bastave sportive të paligjshme. Veprimet e tyre dyshohet se përbojnë elementet e veprave penale, organizimi ose ushtrimi i veprimtarisë së lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin dhe shpërdorim detyre.